Klubi i futbollit Flamurtari dhe presidenti i tij Sinan Idrizi kërkojnë shtyrjen e kontratës pa afat. Shkresa zyrtare ka mbritur tashmë në Bashkinë e Vlorës, ndërsa vetë administratori i Flamurtarit kërkon që të marrë drejtimin e Flamurtarit nga Këshilli Bashkiak pa afat deri në hapjen e procesit të privatizimit. Lajmi konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora nga burime zyrtare pranë klubit vlonjat, ndërsa pritet që për këtë çështje të mblidhet edhe Këshilli Bashkiak. Gjansat janë që Këshilli Bashkiak i Vlorës javën e ardhshme, ndoshta ditën e njëjtë, të marrë në shqyrtim kërkesën e presidentit të klubit Sinan Idrizi për të shtyrë kontratën e Flamurtarit. Por ndryshe nga herët e tjera, kur kontrata shtyr me 1 apo 2 vite, presidenti i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi këtë vit, duke qenë se në klub po bëhen edhe investime të rëndësishme infrastrukturore, por edhe Flamurtari u ngjit në Super League, kërkon që shtyrja e kontratës të jetë pa afat deri në privatizimin e plot të klubit. Sipas administratorit Sinan Idrizi, në kërkesën drejtuar Bashkisë së Vlorës, kërkohet pikërisht për të çuar përpara investimet e nisura në infrastrukturë dhe kompanitë turke dhe vetë presidenti Idrizi është interesuar për të përfunduar këto projekte, ndaj kërkon edhe shtyrjen e kontratës pa afat deri në momentin e privatizimit. Presidenti aktual i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi e ka deklaruar edhe më herët se do të hyjë në privatizimin e klubit, por ai ka ftuar dhe biznesmenët e tjerë, të cilët kanë interes për të marrë drejtimin e klubit të Flamurtarit që të afrohen për të hyrë në këtë proces të privatizimit.